jo mare. Uj, mare, Maqedonisë, ty këngëtarët, e me të rre vetën. Mos i shti krejtë. Aj, njeva më frati kësh bojë s'pa të rehunën. Ra, me zoti, po. Pse të rinë edhe hajde, s'po vjen të në më po polici, private. Ja, bre, komandant. Kosh? Ofertë mirë kjo. Unë e silna më mirë më bo polici, i respektoj më sa Ah, këta ka Pendreku të vërti, ku. Si shkan, komandant? Ku është të shkani? Ja, që është e gatë, ke rrim Pendreku mirë, s'ka e gatë. Shkruje që aty Vjosa Osmani. Vjosa Osmani, deputete e LDK-s, kryetar Isa Mustafa. Vjosa Osmani, mosha. Atë kom thonë, mos me vetë gratë, ku s'far mosha e kanë. Hajman, marrë është, ti nëzivë, s'do të vjetë nëzivë. Falë, s'fa gjenerate je? 82. 82 shkruje. 82, okej. Kjo ke Vjosa Osmani, deputete e LDK-s, ha? Po, kryetar Isa Mustafa. Unë me komandant. Ku shumë bre që kjo Isa Mustafa? Si është me kosa Isa? Ku shumë është? Kryeministri ardhë shumë i Kosovës, kështu që mësau se kemi marrë për tyre. A benin? Shkruja ty, Isa është ky. Kryetari komunës, okej. Komandant, me të vetë. Hajde që ka vetëm. Ndrani kom dre se dyqysh. Zotin është nështë mësë mërzim, një ajnë mirë, që s'ka lutë. Ndrani, që ti këtë dira. Hajde, që përdojnë. Me të vetë, komandant, se... Ajtë kalëzën drejt, e di që më rëndë, ja. Kosh, cili politikani Kosovës pëlqe ma shumë? Ja, nuk hi politikon, ja, mësë më ngosht, asë e sinjë, valoj. Nësë Pendreku se kam me vetë, mësë më shtin. Po e di që sin politika, sonë sin politike krejt, po... Tash po kam qef me ditë. Pasha zote, i qërë të pipje balidë, na i majnë mirë. Mirë, faleminderit. Jo si o Vjosa këtu. Jo për si është. Për me jo si o Vjosa këtu, se u që kemi e ndëraj. Jo si është e LDK-s. Jo si në pozit. Po, me fatë me limën nuk po. Vjosa e proklamove kryeministrin e ardhshëm, po këta preferun të Fatmir Limaj. Është interesant... Janë veç dy ata. Janë veç dy. Po. Është një vend Ballkan ku ligjet janë të paligjshme. Ku proceset gjyqësore zgjasin më shumë se vetë jeta. A keni menduar ndonjëherë si juriste që jeni, edhe si grup politik në Kosovë, që drejtësia në Kosovë më në fund do të rregullohet? A keni ofru ndoj model si opozita, apo prisni vetëm kur vinin pushtet bëni diçka në të drejtim? Në fakt edhe sa kemi qenë në qeveri, ju e dini Ministria Drejtësisë është udhëheq nga zonja e nderuar Nekibe Kelmende, cila fatkeqësisht nuk është më me ne, por ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në përforcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Edhe pse gjyqësia e prokuroria nuk janë domosdoshmërisht në kompetencat Ministrisë Drejtësisë, është bën një reformë me qenë se të gjithë gjyqtarët edhe prokurorët në atë kohë kam pas nevojë me him një farë procesit të skenimit, do të që të shihet kush është i përshtatshëm për punë dhe kush i plotson kriteret. Mirë, po ajo çka i mungon sot vërtet gjyqësisë është inkuadrimi i gjeneratave të reja. Dhe këtu duhet punojmë të gjithë, sepse ju e keni pa që ka shumë donatorë në Kosovë, mirë, po shumica e donacioneve shkojnë në kapacitetet ekzistuese, kështu që insistimi im është që donacionet të shkojnë në fakultetin juridik, që të prodhojmë kuadrat mirë, që në momentin që ata ta përfundojnë fakultetin të jenë të gatshëm që të kontribojnë në gjyqësor. Dhe dyta, ju e dini që virusi më i keq është virusi i korrupsionit, ai virus ka hyrë tashmë në gjyqësinë kosovare dhe ka ndërhyrje të jashtëzakonshme politike, dhe ajo e krijon këtë lëngimin që e thatë ju më herët. Po ne vetëm po lëngojmë, po flasim, po trumbetojmë për të gjitha këto. Gjyqësori i pavarur. Po ky gjykatësi, a do të plotësojë një normë, a kontrollon dikush? Ne s'kemi mendoj normim në këtë drejtim. Dhe lëndët grumbullohen, vitin e parë thojnë 100.000, pastaj 200.000, pastaj 300.000. Në anën tjetër, kjo pavarësi, a do të jetë krejtë ndarë nga shteti? Nëse do të jetë krejtë ndarë nga shteti, kush do të kontrolloj këtë, megjithatë këtë pavarësi? Kjo pavarësi po shndrohet në një lloj pavarësie individuale. Jo nga shteti, nuk thash ndarë nga shteti, por duhet domosdoshmërisht të jetë ndarë nga qeveria, kështu është në çdo vend demokratik. Ne kemi Këshillin Gjyqësor të Kosovës, që është një organ i pavarur i cili kontrollon veprimet e gjyqtarëve, pastaj Këshilli Prokurorial që kontrollon veprimet e prokurorëve. Në momentin që një gjyqtar
korruptohet apo vepron në mënyrë jo etike, i takon këshillit gjyqësor si organ i pavarur, po them prap, që të filloj masa disiplinore deri tek fillimi i hetimeve nga ana e prokurorisë. Fatkeqësisht rastet e tilla kanë qenë shumë të rralla, unë po e them kjo ndodh kryesisht për shkak të ndërhyrjes politike që e bën qeveria në gjyqësor. Nëse ajo nuk do të ekzistonte, atëherë gjyqtarët do ta kishin shumë më të lehtë që të punonin. Po ju keni drejt sepse vërtet kjo varet edhe nga integriteti personal i secilit person. Nëse dikush pranon të shkojë ta kryejë punën e gjyqtarit, duhet ta di që mos të bëj pre asnjë kërcënimi. Dhe duhet ta çojë detyrën e vet deri në fund vetëm në përputhje me ligjet e kushtetutën e jo mbas të asaj çka i thonë telefonatat prej qeverisë. Afrodita, në jetën tuaj, në punën tuaj, se ju jeni realisht biznesmene, a ju ka penguar diçka gjyqësori, gjyqësia në Kosovë për shkak të shtyrjes afatave, apo neglizhencës, apo? Në realitet nuk kemi pas ndonjë problem konkret, se janë probleme që ballafaqohesh në çdo sferë në jetë. Privatisht ndoshta kam pas një problem në komunikacion që më ballafaqu në gjyqësi, edhe në fakt gjykatja femër ka qenë shumë korrekte dhe profesionale. Shpresoj që ato metat të cilat i ka gjyqësia në Kosovë momentalisht që me ardhjen e partive të reja, edhe pse unë jam personalisht antipolitik, po deshte të imponohet në jetë të informohesh, shpresoj që gabimet edhe të metat që i ka kjo gjykat të përmirësohen me ndrimin e qeverisë me ardhjen e një partie tjetër, cila do qoftë që zgjidhet nga vullneti i popullit, të bëj përmirësime në dobi tonën, se siç tha Vjosa, pa funksionimin e drejtë të gjyqësisë, asnjë pikë në shoqëri nuk mund të funksionojë ashtu si duhet edhe nuk mund ta mbri maksimumin. Që ta e more me veti, si duket tha partitë e reja, po ju prit ka me arë në pushtet. Jo, është vërtet mirë që çdo shoqëri të ketë edhe njerëz që nuk janë të inkuadruar. Unë mendoj që Afrodita e bën një punë shkëlqyeshme në profesionin e saj dhe kështu e jap kontributin e vet për shoqëri. Mirë, po natyrisht që ne jem krahapur për kuadra të tillë, cilët janë shembull për gjeneratat e reja dhe ka çka t'i jap Kosovës edhe ta shëtutje. Po kuptohet vendimi i saj se çka vendosën tani. Vjosa Osmani, jo hezituese, plot vetë besim në jetë. Po apo jo? Absolutisht po. E ashpër, po apo jo? Vetëm ndaj PDK-s. Këtë njerin me cilin po sa jeni martuar, ku e gjete? Në parlament jo? Apo të gjetja i ty? Në fakt në ndërtesë parlamentit. Ndërtesë parlamentit. Sillet e pështillet që aty diqka? Më ka gjetë ai mund, fakt, po kjo ka qenë kohën kur jemi njoftu. Kjo ka qenë kohën kur kam punu në presidencë. Po ka qenë ndërtesa e parlamentit. Jetë gjatë e të lumturisht e knasi që ju kisha mysafire këtu në Shumë faleminderit. E masi, fërki e martue, do të shkonte një kongë, dhe atë kongë do të në sjell Korab Shaqiri. Faleminderit. Sepse me Korabin do të bisedoj më vonë, e pra zonja zotri në ndër trokitje tuaja, Korab Shaqiri.